Vaksinimi kundër gripit sezonal në njësinë administrative të Postribës është zhvilluar me ritme të mira këtë vit, duke shënuar një përmirësim të dukshëm krahasuar me një vit më parë. Sipas kryevaksinatorit të zonës, Dan Rahi, deri tani janë vaksinuar mbi 550 persona, që përfaqësojnë 75% të kontingjentit të pacientëve që kanë të nevojshme këtë vaksinë. Në krahasim me 2024 kanë historinë më të mirë. Pra shoh me përqindje, deri tash ka shku 75%. Pra në krahasim me vitin është 15% më mirë. Pra historia është më mirë, pra tregon se stafi ka punu më mirë edhe popullsia është më ndërgjegjësuar për këtë vaksinë. Rahi shënon se vaksinimi në këtë zonë mbulohet nga 12 ndihmës mjek të shpërndarë sipas fshatrave, ndërsa në varësi të nevojave dhe kërkesave angazhohen dhe më shumë personel shëndetësor. Sipas estimave të shumë që paraqiten për të vaksinuar, janë mosha mbi 65 vjeç, por këtë vit nuk mungojnë as ata që janë vaksinuar në sezonet e kaluara. Më shumë prekin ta moshat që janë kronik, edhe mbi 65, këta janë më të prekshëm. Këta prekin më shumë. Zakonisht kanë edhe raste si janë të reja për vaksinë gripit. Pra janë raste si janë edhe klinikisht noshë edhe vinë, në krahasim me vjetrin. Pra ata nuk kanë ardhur, po si mjet vinë. Vinë, janë më ndërgjegjësuar. Siç duket Covidi ka bërë më të ndërgjegjësuar. Sa i përket efektit të vaksinës, Rahi shton se imuniteti ndaj gripit që fiton një person i vaksinuar mund të zgjasë deri mbi 3 muaj. Zakonisht kja imunizimin e ka për 3 muaj. Por që a shofun ka raste si shkon edhe më gjatë se për 3 muaj e ka, por ka shkuar më gjatë, si shifet. Qendra shëndetësore e njësisë administrative të Postribës mbulon mbi 10.000 banor, përveç ndihmës mjekëve dhe mamive, aty shërbejnë dhe 3 mjek. Deri më tani, në këtë periudhë të vitit nuk janë evidentuar raste shqetësuese me grip apo me COVID-19.